Antarë të kabinetit qeverisës në Kosovë kanë kundërshtuar kërkesat e opozitës për uljen e akcizës dhe heqjen e TVSH-s për naftën gjatë një debati parlamentar ditën e sotme, në një kohë kur çmimet e karburantit janë rritur bujshëm si pasojë e luftës në linjën e mesme. Shefja e grupit parlamentar të LDK-s, Jehuna Lushaku Sadriu, në emër të partisë ka paraqitur propozim rezolutëm për ndërhyrje në tregun e karburanteve. Kjo seancë e jashtëzakonshme, debat parlamentar, është e domosdoshme pasi që rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës nuk është thjesht një lëvizje në treg, por është baza e një krize ekonomike dhe sociale me ndikim të drejtë për drejtë në çdo familje dhe çdo biznes të Kosovës. Duke marrë parasysh se edhe para ngritjes së çmimit të naftës, vendi përballej me një normë të lartë të inflacionit prej 6%, mbi këtë rritja e çmimit të naftës përkthehet automatikisht në rritje tutje të çmimeve të gjitha produkteve bazike dhe shërbimeve. Sipas kryetarit të PD